Bismillahirrahmanirrahim. Falënderimet tona takojnë Allahut mëndueshëm, salavatet bekimet për Muhamedit alayhis salam. Po vazhdojmë dhe më tutje të flasim rreth surës Tahrim, një mend, një sure e bukur e begat e librit të Allahut të mëdhenueshëm. Tash Zoti xhelel xhelalu pasi që përmend këtë përvojë pejgamberike me Kur'anin, me shpalljen, me bashortën e tij, me ato rrethonat në të cilat gjendej ai pa parashikueshmëria e gjithë kësaj vorbulle e cila e morri kështu rrëmbim si pejgamberit tonë alayhis salam, Zoti xhelel xhelalu tash kalon edhe bashkëbizeton me pejgamberin tonë alayhis salam në një mënyrë tjetër duke i thënë kështu: ja ju alladhina, ose thënë më mirë me besimtarët, pasi që u kishte trupzuar atyre një shembull konkret nga shëmbëltyra e tyre universale te kohore pejgamberi alayhis salam. E tash Zoti thot: ja ju alladhina amanu ku anfusakum. Shifë sa është ajeti tash hapërus. Do ju që keni besuar, rune veten e ju dhe familjet e juve nga zjarri i xhenemit. Tash ne nga kjo mënyrë e komunikimit të Zotit me neve i nxjerrim disa mësime kapitale, bazike, të patjetërsueshme, të pazëvendësueshme. Së pari, Allah i mëndueshëm përmend rëndësinë e madhe që ka për kujdesja ndaj familjes, në veçanti e fëmijëve. Andaj, ja ju alladhina aminu ku anfusakum wa ahlikum nara. Ruani familjen e ju, familjet tuaja, në veçanti fëmijët. Për shkak se sa më i frytshëm edukimi në vitet e para, aq më i fortifikuar fëmiu në gjitha porët dhe segmentet e jetës ku do qoftë ai. Së dyti, sa është e rëndësishme të ruhet ambienti i familjes nga trazirat dhe shpotitjet e nxehta. Pra fëmiu të rritet natyrshëm, thjesht pa lake dhe duke mos dëgjuar bërtima, kundërthënie, mallkime, zhurma e kështu me radhë. Mirë, po ajo ana psikologjike ti formsohet dale nga dal, natyrshëm, pastërt e kështu me radhë. E treta, rëndësia e modelit dhe impakti i tij në zakonet dhe sillet e fëmijët. Pra sa është e rëndësishme që fëmiu tek babai, tek nëna, tek prindrit, përgjithësi vazhdimsi të shoh virtyte edhe vlera, të cilat me kalimin e kohës, me kalimin e ditëve, me kalimin e përsëritjes atyre veprimeve të prindërve nga ana e tij, arrin me kalimin e kohës ti përthith dhe ti përvetsoj deri aty sa që ato i bëhen të pandashme për gjatë rrugtimet edhe jetës së tij në përgjithësi. Mësimi i katërt është që njeriu duhet të jetë për familjen së pari. Prandaj ja ju alladhina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Andaj tek populli i dashur është ajo shpreha e minjohur më, ku thotë ky njeriu është kish në shtëpi e xhami jashtë. Zoti i mëndueshëm e sjell të kundërtën. Ja ju alladhina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Sikur se sura Tahrim na thotë, nuk mundet një njeri të jetë i mirë për një mend me të tjerët e jashtë, përderisa e nëse ai nuk është i mirë për brenda shtëpisë së tij. Andaj ne duhet përpiqemi me çdo kusht ta përmbretësojmë këtë pjesë. Të bëhemi për një mend dhe seriozisht mirë për brenda shtëpive tona. Në mënyrë që ai edukim edhe si më thanë ajo përditshmëri pastaj të reflektohet edhe jashtë. Andaj njeriu duhet jetë për familjen së pari, e sikur sa ajeti na thotë se njeriu s'mund të jetë garues me të tjerët nëse kështilla e tij është e shkërmuqur. Dhe ana tjetër, nëse familja nuk arrin t'ia sigurojë një ambient të qetë dhe komod fëmijët, ai kurrëherë nuk mund të jetë hapërues dhe garues me të tjerët në çfarëdo aksioni, pune e kështu me radhë. Sa më i fikur, sa më i menjanuar fëmiu në shtëpinë e tij, aq më i dobët dhe aq më i përjashtuar ose i vetë përjashtuar nga pjesa tjetër e shoqërisë. Dhe e fundit krimi që një mend, domethënë, meriton të përmendet e të shënohet edhe evidentohet, është që njeriu ti shpërdoroj obligimet që i ka si përgjegjës ndaj fëmijëve të tij ose të vet. Një prej gjërave më të liga është që
kryefamiljarit jetë shpërdorues edhe i pakujdesshëm ndaj obligimeve që i ka ndaj familjes së tij. Andaj vëllezër, këtu e kuptojmë madhështinë që ka ky libër, Kur'ani, ja ju alladhina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara, pas gjithë asaj kronologjie, Allah i manduar flet drejt për së drejti me besimtarët dhe ne diku ne kemi përmendur që një prej specifikave të surës Tahrim që Zoti i manduar flet 5 herë përmend ai kësaj sure të shkurtër me besimtarët duke i thirrur ata drejt për së drejti. Këtu janë pak a shumë ato disa mësime të cilat do të cilat kemi arritur të nxjerrim, të pikasim e takohemi me to për gjatë meditimit edhe soditjes edhe presjatës deri në ligjëratën tjetër, i rujti madhi Zot. Faleminderit shumë.